Luka nuk ishte parë kur një kafshë të silej në atë mënyrë. Një ari gjigant shfaqej çdo ditë para shtëpisë së tij prej xhami, e përshëndeste dhe më pas largohej sikur po I kërkonte ta ndiqte. Fillimisht, Luka e injoroi, duke menduar se bisha thjesht po kërkonte ushqim. Por, dita kur ai vendosi të dëgjonte instinktin e tij dhe të hynte në thellësi të pyllit pas asaj krijese të rrezikshme, ndryshoi gjithçka. Ajo që gjeti në fund të atij rrugtimi ishte aq tronditse sa që do t'ju bëj të rishihni gjithçka që dini për botën e egër. Ishte një fillim I ri për Lukën dhe familjen e tij, të cilët u shpërngulën në një shtëpi të re pranë pyllit. Luka e donte natyrën dhe dëshironte që fëmijët e tij të ishin sa më shumë në kontakt me të, kështu që ishte shumë I lumtur për shtëpinë e tij të re. Por, shpejt pasi u vendosën, natyra filloi t'i afrohej shumë Lukës dhe familjes së tij. Gruaja e Lukës, Andrea, nuk ishte aq entuziaste për lëvizjen, por pas shumë diskutimesh, ai arriti ta bindte atë. 2 ditët e para në shtëpinë e re ishin fantastike. Familja bënte shëtitje të gjata dhe fëmijët kënaqeshin duke vrapuar përreth. Çdo gjë po shkonte aq mirë sa Luka ishte I bindur se kishte marrë vendimin e duhur. Por një ditë, ai u zgjua nga fëmijët e tij dhe u dërgua me shpejtësi poshtë që të shihte atë që shihnin ata. Ishte një ari. Nuk ishte sekret që kishte arinj në atë zonë të pyllit. Lukës I kishin thënë se ndonjëherë ata u afroheshin shtëpive sepse ndjenin erën e ushqimit ose donin të gërminin në përplehra. Vlen të përmendet se shtëpia e Lukës ishte kryesisht prej xhami, por arkitektët e njihnin mirë zonën, kështu që xhami ishte plotësisht I përforcuar. Nuk kishte asnjë shans që një ari të futej brenda dhe ai u shpjegoi këtë fëmijëve të tij. Në fakt, kjo ishte mundësia e përsosur për të parë një ari nga afër pa asnjë rrezik. Kur u afruan për të vëzhguar ariun, kafsha u duk sikur I përshëndeti. Ishte sikur ariu po u bënte shenjë të afroheshin më shumë dhe ata e bën. Por kur bën disa hapa përpara, ariu patmas u hodh përpjet dhe u drejtua për nga pylli. Kur ariu hyri paksa në pyll, u kthye I vështronte. Ishte sikur ai donte që ta ndiqnin. Luka u surprizua nga sjellja e çuditshme e kafshës, por nuk I dha rëndësi. Hera tjetër kur e pan ariun, ishte kur Andrea zbriti poshtë në mëngjes për një gotë qumësht të ngrohtë. Ajo u tremb kur pa ariun. Luka dhe fëmijët I kishin treguar se kishin parë një të tillë, por ajo mendonte se ata po bënin shaka. Tani ajo e dinte se ishte e vërtet dhe ishte shumë e zemëruar me Lukën. Si mund të qëndronin në atë shtëpi duke e ditur që një ari po vinte vërdall? E po, pas vizitës së tretë nga ariu, Luka kuptoi se kishte një model, kështu që vendosi të priste pranë derës së xhamit mëngjesin tjetër. Ariu u shfaq përsëri dhe bëri të njëjtën gjë si më parë. Ishte e qartë se ariu donte të ndiqej, por pse? Diçka brenda Lukës po I bërtiste që ta ndiqte kafshën, kështu që ai vendosi të dëgjonte instinktin e tij. Kur Luka u afrua derës, ariu vrapoi në pyll dhe më pas ndalej, duke e pritur që ta ndiqte. Siç mund ta imagjinoni, Luka ishte shumë nervoz kur doli nga shtëpia, kështu që mbajti një farë distance mes vetes së tij dhe ariut. Ishte e lehtë sepse sa herë që Luka e ndiqte, ariu vazhdonte të ecte përpara. Ndoshta kishte nevojë për ndihmë për diçka, por gjithashtu, po sikur ariu thjesht po e çonte thellë në pyll për ta sulmuar. 15 minuta më vonë, ai ishte ende duke ndjekur ariun, dhe sa më shumë e bënte këtë, aq më shumë ndjente se kafsha nuk kishte qëllim ta lëndonte. Po të donte ta sulmonte, ta lëndonte apo ta hante, do ta kishte bërë deri tani. Ecja e çoi Lukën në pjesë të pyllit që nuk I kishte parë kurrë më parë, dhe ai ishte I mahnitur nga sa I paprekuar ishte mjedisi. Por ai duhet I kujtonte vetes të mos ulte vigjilencën pranë ariut. 1 orë më vonë, ariu në fund ndalej. Deri tani, familja e Lukës do t'ishte zgjuar. Ai kishte lënë një shënim ku thoshte se do të kthehej më vonë. Nëse gruaja e tij do të dinte se çfarë po bënte, ajo kurrë nuk do ta falte që ishte treguar aq I marri. Ariu kishte ndalur në një lëndinë në pyll dhe tani po nuhatte me vrull rrothull, duke kërkuar diçka. Luka po ndjehej paksa në ankth nga kjo sjellje dhe po mendonte se ndoshta kjo do të ishte koha e duhur për t'u larguar nga situata, për t'u kthyer ngadalë në pyll dhe thjesht për t'u kthyer në shtëpi.
Por, ndërsa Luka u kthye disa hapa përpara, Ariu patmas u hodh përpjet dhe u drejtua për nga pylli. Kur Ariu hyri paksa në pyll, u kthye t'i vështronte. Ishte sikur ai donte që ta ndiqnin. Luka u surprizua nga sjellja e çuditshme e kafshës, por nuk i dha rëndësi. Përpara se të vazhdojmë, mos harroni të bëni like këtë video për ta ndihmuar të arrijë 5000 pëlqime dhe siguroni të bëni subscribe në kanal për më shumë histori. Një moment më vonë, Ariu ngrit në këmbët e pasme dhe po shikonte diçka në distancë, dukej sikur kishte kapur një erë dhe ishte gati ta ndiqte. Ndërkohë, Luka po mendonte se çfarë mund të bënte më pas. Ai priti disa sekonde për të parë nëse Ariu do ta linte aty, por kafsha u kthye dhe shikoi Lukën. Ai e kuptoi se nuk kishte zgjidhje tjetër, veç se të vazhdonte ta ndiqte Ariun. Këtë herë, kafsha po lëvizte shumë më shpejt dhe Luka po kishte vështirësi ta mbante ritmin. Ishte e qartë se Ariu tani ishte në nxitim dhe kurreshtja e Lukës u zgjua edhe një herë. Çfarë po ndodhte? Ai vërtet donte ta zbulonte. Shtegu që Ariu po ndiqte dukej i hapur në përpyll, por ata nuk kishin nevojë të hapnin rrugë për të kaluar. Dukej sikur dikush ose diçka kishte kaluar tashmë, duke e hapur rrugën. Për çudinë e Lukës, sa më shumë përparonin, aq më shumë shihte shenja se njerëzit kishin qenë aty më parë. Kjo zonë nuk ishte aq e paprekur sa ajo nga vinin. Pa pritur, Luka kuptoi se ku po drejtoheshin. Në distancë, ai mund të shihte një kasolle druri pas pemëve. Ai teknikisht ishte fqinji i tij, por duke qenë se shtëpitë në atë zonë ishin të veçuara, ata nuk ishin takuar ende. Të gjithë jetonin mjaft larg njëri tjetrit, kështu që njohja me fqinjët ishte pak më e vështirë. Ai e dinte se një burr jetonte në atë kasolle, por jo shumë më tepër. Çfarë lidhje kishte ai burr me këtë situatë? Luka nuk mund ta kuptonte se çfarë po ndodhte, por ishte i gëzuar që Ariu e kishte çuar atje. Ndoshta fqinji mund ta ndihmonte të largohej nga Ariu ose ta trëmte kafshën që ai të kthehej në shtëpi. Por kur Luka ju afrua kasolles, ai mund të dëgjonte fqinjin e tij duke bërtitur nga brenda dhe Ariu po godiste derën e garazhit. Pa pritur, dera e garazhit u hap dhe atëherë Luka mund të shihte një ari tjetër të shtrirë në dyshemen e garazhit. Pra kjo ishte ajo për të cilën Ariu ishte aq në ankth. Kafsha në garazh po merrte frymë rënd dhe ishte qartësisht në gjendje të keqe. Ishte një ari më i vogël, gjë që e bëri Lukën të besonte se Ariu që e kishte çuar atje ishte nëna. Ndërsa kafsha u bashkua me Ariun tjetër, Luka nxiton drejt fqinjit të tij për të mësuar se çfarë ndodhi. Burri e kishte gjetur klyshin e sëmurë në pyll rreth një ore më parë. Ai supozoi se nëna e tij e kishte braktisur, kështu që e mori klyshin në shtëpi. Ai planifikonte ta çonte klyshin te veterineri, sepse nuk dukej sikur klyshi mund të mbijetonte i vetëm në natyrë. Atëherë Luka kuptoi se këtë po kërkonte Ariu me nuhatje më herat. Ajo e kishte lënë klyshin e saj aty, ndërsa kërkonte Lukën. Kjo ishte arsyeja pse ajo ishte aq e dëshpëruar që ai ta ndiqte dhe pse nuk e linte të kthehej pas. Përfundimisht, Luka dhe fqinji arritën të sillnin një veteriner atje, në mënyrë që të ndihmonin kafshët në nevojë. Nëna Ariu transportua në një ambient mbajtës të përkohshëm, ndërsa klyshi po trajtohej. Sapo klyshi u kthye në gjendje të mirë shëndetësore, të dy u lëshuan. Luka dhe familja e tij i shohin edhe të herë dy arinjt. Herën e fundit që i shohin, arinjt dukeshin të shëndetshëm dhe mirë. Nëna Ari nuk vjen më te shtëpia e Lukës për të përshëndetur, gjë që është e shkëlqyeshme për të gjithë. Ai ishte i lumtur që mundi ta ndihmonte, por ishte edhe i lumtur që mbaroi. Çfarë mendoni për historinë e sotme? Është gjithmonë e mahnitshme kur kafshët, veçanërisht kafshët e vezla, kërkojnë ndihmë nga njerëzit. A do të kishit guximin e Lukës për të ndjekur një ari në pyll? Na tregoni në komente. Mos harroni të bëni like këtë video, shpërndajni atë dhe siguroni të bëni subscribe në kanal për më shumë histori. Shihemi herën tjetër.